Nisin denoncimet e para të qytetarëve në strukturën e posaçme antikorrupsion sa i përket tentativave të shitblerjes së votës nga partitë të caktuara garuese. Lajmi u bë i ditur nga kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani. Kemi dërguar prokuror dhe hetues në qendrat e qarqeve. Kemi patur raportime për raste konkrete dhe vlerësohen nga një grup pune. Teksa raportoi në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Dumani dha të dhëna për numrin e ish zyrtarëve të lartë që janë proceduar dhe arrestuar, ndërsa ngriti shqetësimin për sulmet dhe presionet e adresuara në drejtim të SPAK nga krimi, politika dhe segmente të medias. Janë në metim 33 ish zyrtarë të lartë. 19 zyrtarë janë dërguar për gjykim në gjykatë, duke përfaqësuar 52% të rasteve. Në vitin 2024 janë 10 funksionarë të lartë publik për të cilët ka pasur vendime të formës së prerë. Korrupsioni i zyrtarëve të lartë zhvillohet përmes skemave të sofistikuara. Problematika e parë që ka shoqëruar punën e SPAK gjatë vitit 2024 ka qenë presioni i jashtëm ndaj institucionit, i gjendur shpesh edhe në mes të sulmeve apo të debatit. Ai ngriti shqetësimin se gjykata e posaçme po zvarrit seancat paraprake, duke vënë në rrezik edhe afatet e paraburgimit. Një tjetër problematik me të cilën po përballet SPAK, Dumani thotë se mbetet edhe mos ekstradimi i shqiptarëve nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ku propozoi që edhe ekstradimi i drejtuar autoriteteve të huaja të ishte në kompetencën e SPAK. Sa i përket mandatit të prokurorëve të strukturës së posaçme, Dumani ritheksoi domosdoshmërinë e rikandidimit të tyre. Në raportimin e Dumanit para Këshillit të Lartë të Prokurorisë ishin të pranishëm edhe përfaqësues të ambasadës amerikane.